Gjatë një takimi në një masoneri në Tiranë, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka prezantuar një plan të ri fiskal për të mbështetur biznesin shqiptar. Ai ka deklaruar se do të ulen taksat dhe çmimi i energjisë si pjesë e një pakete të gjerë për të përmirësuar klimën e biznesit në vend. Se ne do bëjmë një revolucion fiskal, do transformojmë klimën për biznesin. E dyta, ne ulim çmimin e energjisë. Nga 18 do të jetë 6 lekë, do ta kemi më të ulët. Dhe kjo përbën një levardi për të mirë. Berisha premtoi gjithashtu krijimin e një bordi që do të kompensojë bizneset që janë dëmtuar për shkak të vlerësimit të euros. Për të gjithë eksport, ne garantojmë spari një bord i cili do të kompensojë qindark për qindark, cent për cent rënien e euros, e cila është një faktor që dëmton shumë çdo sipërmarrës që provon për eksportin. Ai foli gjithashtu për mungesën e forcës punëtore, duke theksuar se largimi i të rive është një problem i madh për vendin dhe premtoi politika të favorshme për rikthimin e migrantëve. Ky ndoqi këtë politikë, tikin se do marrin punëtorë nga jashtë. Mirë, po kjo na zbrazin në mënyrë të pamëshirë dhe i ka dhënë vendit disa tregues që si ka më askush në botë, domethënë. Demokratia akuzoi qeverinë Rama për përgjegjësinë e falimentimit të bizneseve. Pse nuk mundojnë në qina normale fason që punësojnë, qina grave vajza dhe mbanin familjet e tyre, por i latë falimentojnë dhe ato të largohen, ose të jetojnë në varfëri, ose të marrin rrugë të dheu për gjetur punë në emigracion. Berisha kritikoi kryeministrin për përdorimin e një fjalëori të papërshtatshëm për të larguar vëmendjen nga problemet reale. Ka ndërmarrë një tur me banalitete, në të cilat donë të zhvlerësojnë apo t'i bëjë të pa rëndësishme të gjithë problematikat të mëdha të krijuara sot për sipërmarrjen. Sali Berisha kërkoi gjithashtu mbështetje nga qytetarët për zgjedhjet e 11 maj, duke premtuar dyfishimin e buxhetit për sektorin ekonomik në mënyrë që të fuqizohet prodhimi vendas.